Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin. Qasja në informacion është një drejtë themelore, por për shumë persona me aftësi të kufizuara, lajmet mbeten ende të vështira për të ndjekur. Ndërsa teknologjia avancon, sfidat e tyre për të konsumuar përmbajtje mediatike tregojnë se sa shumë punë nevojitet ende për të bërë në drejtim të përfshirjes së plotë të gjitha kategorive të shoqërisë në hapësirën informative. Të pyetur se sa të qasshme janë lajmet për ta, Ylka Berisha, Besnik Partuzi dhe Resmi Ramani theksuan se përvoja e tyre ndryshon, por shumica ende përballen me pengesa që u vështirësojnë informimin e përditshëm. Tani, kohët e fundit, sikur ka fillu pak kjo çështje. Kjo problematik domethënë me u zbut pak, sepse kohët e fundit ma kemi fillu me pas qasje dhe ndaj informacioneve. Sepse, normal, po flas për të verbër. Duke ditur që edhe të verbrit, me që i kemi tash si këta smartphone, telefonat e mençur, edhe të integruar kemi akustikën aty edhe normalisht që është pak më e lehtë qasja në viteve paraprake domethënë. Ka marrë pjesë edhe Agim Çala, i cili u zgjodh ditë më parë ushtrues detyrë. Fakt si person i shurtë, unë si fëmijë e drejtar më fakt institucionet apo komunale apo qeveritare, në fakt është komunikimi qasje ka shumë të pakta me familje. Se kuptimet nuk mund t'i bëjnë kuptosh. Patjetër duhet me pas interpret të gjuhës së shënja me përmiralizuar çdo takim apo në një farë shërbimi, edhe gjithmonë do të me prit interpret fakt se ndoshta janë zonet për të shtypur se komunikimi janë për ne shumë i vështirë. Kur mendojmë persona me aftësi kufizore, nuk është personave që janë karroc. Kemi persona që kanë dëmtime në të dëgjuarit, kemi persona me dëmtime të shikuarit, domethënë duhet të jenë qashme për të gjitha, jo vetëm për persona që janë fizikisht edhe psikikisht, domethënë duhet të jenë kategorizuar, sepse nuk janë të gjitha kategoritë të njësoj edhe nuk mundën me marrin atë informata prej televizorëve ashtu siç duhet. Ata treguan disa nga sfidat që hasin gjatë marrjes dhe verifikimit të informacioneve, duke shtuar se ka mungesë të interpretuesve të gjuhës së shenjave në media lokale dhe qendrore, gjë që po vështirëson qasjen në informata kësaj kategorie të shoqërisë. Në fakt, lajmet që jep në radio-televizionin e Kosovës RTK, kemi interpret aty, kuptojmë shumë më lehtë, por kurse qasje tjera, informacione tjera janë pak shumë më vështirë për ne se s'kemi informacion, por nuk kanë gjuhën e shenjave. Nuk ka, vetëm lajmet që i shikojmë në orat tonë të caktuara, dy interpretet i kemi, ndryshuar ata paraprakisht njëri lajmet në ora 5 apo 8 si janë TTK-s, aty i kemi informacion në gjuhën e shenjave, por ndryshe informacione tjera nuk kemi. Me shumë sfida, besoj edhe unë që jam pak më vigilante për gjërat që po ndodhin në internet ose në media sociale, është problem, sepse në të njëjtin lajm në 5-6 gazeta është ndryshe edhe nuk mundesh me kuptu, nuk dish çush me verifiku, derisa nuk kalon ndoshta 24 orë derisa të vjen deri informacioni sakt, sepse në një, për shembull, po ju them si një shembull, në një gazetë shënon ose në media sociale shënon është vrarë një person për shembull, edhe që tash njeri po thotë grua, 4-5 tjera gazeta po thojnë burr. Domethënë ata janë ato ndoshta gjërat e vogla, po nuk janë gjërat e vogla ose për aksidente unë përcjelli të gjitha këto informacione sidomos në komunën ku jetoj, po shumë është problem. Edhe ne pak a shumë kemi fillu, po për me qenë një formë më e drejtë, ndoshta kish me qenë një formë akustike, ndoshta më e mirë, që me qenë një informacion ma i qatë shumë, sepse kemi persona cilët normalisht që nuk mund t'i përdorojnë për shembull mjetet që janë këto smart, për shembull, mjetet teknologjike. Edhe ka domethënë që është në formë akustike, domethënë që me qenë një lajm transparent, edhe drejt për drejt që me u qas personi i verbër. Të dashur qytetar, ndjen margjinat samitit të Këshillit. Berisha, Partuzi dhe Ramani apeluan për trajtim të barabartë gjatë raportimit, teksa e vlerësuan edukimin mediatik si një hap të domosdoshëm për një mjedis informativ më gjithëpërfshirës. Jo, nuk ka pas. Domethënë, format e edukimit
ose të implikuar në këso lloj trajnime nuk kemi qenë, nuk ka pas, edhe si ide shumë po më që i ka, I like that. Është interesant dhe më thënë kjo si ide, po jo, nuk ka pas diçka tjetër. Po është dhe më thënë, është një ndër format shumë bukra, dhe shumë drejt për drejta që mundet me ndihmu personit në aftësitë kufizuar që me qenë të informuar barabar dhe më thënë si të tjere dhe më thënë, me qenë të informuar drejt për drejt, për çdo lajm që ekziston. Edhe për shembull për, nuk e di për këto platformat ndonjëherë online, pak a shumë, normal, grafikisht, ka normal, teknikisht, grafikisht, ka. Ndoni ngezja aty këto, po edhe aty nuk është mirë. Kemi një mesazh në fakt duhet me pas në qasje më shumë, si në institucione, si në gjykata, si në policinë, në komuna, në televizion, çdo kund, domethënë duhet me pas në qasje më shumë, ose interpret më shumë që të punësuam apo në për ato institucionet apo shërbimet të kryjmë që të kemi informacione më shumë edhe qasje të kemi me çdo informacion të marrim më lehtë për ne, po gjithmonë në gjuhën e shenjave. Në fakt, kur është interpreti i gjuhës shenjave, është shumë më lehtë për ne, kupton? Se i marrim informacion shumë të kapshëm dhe më të lehtë, domethënë. Po pa informacion është shumë vështirë, pa interpret me një farë mënyrë. Se me interpret është qasja e lehtë, edhe informacionet i marrim shumë më lehtë. Para 10 vite kam pas një trajnim vogël në kuadër të Rrjetit Negrave në një punëtori që jemi konë. Ata gjëra elementare, po unë mendoj se nuk janë mjaftueshme. E kam marrë do informata, ama mendoj se si përparon teknologjia dhe të gjitha duhet më shumë të avancojme ose të marrim njohuri. Po para 10 vite unë kam pas problem me dhënë një intervistë. Domethënë me kam ndihmu në atë mënyrë që të përgatis veten, që të jem njëherë, nuk mundem me parashiku, po njëherë për do interviste, jem ma qetë, të marri ato informata dhe të përcjellë ata informata që janë ma relevante dhe ma duhura për neve. Përballja e personave me aftësi të kufizuara me barriera të vazhdueshme në qasje ndaj lajmeve tregon se përfshirja mediatike mbetet ende një sfidë reale. Zërat e tyre rikujtojnë rëndësinë e raportimit të ndjeshëm, të drejtë dhe të barabartë. Duke investuar në trajtime dhe edukim mediatik, shoqëria mund të avancohet drejt një qasjeje më gjithëpërfshirëse ndaj informacionit.